Gjykata e Apelit në Tiranë ka ndryshuar masën e sigurisë për 3 autorët e dyshuar të vrasjes së Martin Çeços, duke zëvendësuar arrestin me burg me arrest shtëpie. Vendimi u mor pasi gjykata konstatoi se afati i vendosur në 22 qershor 2022 për paraburgimin e tyre kishte përfunduar. 3 të dyshuarit, Valter Mollaj, kushëriri i tij Edlir Mollaj dhe bariu Bledi Angjo, u arrestuan fillimisht pas dëshmisë së Tina Pajollarit, e cila është në burg dhe dyshohet se ishte e pranishme në momentin e vrasjes. Ngjarja e rëndë ndodhi në qershor të vitit 2022 kur 26 vjeçari Martin Çeço u vra dhe më pas trupi i tij u hodh në rezervuarin e fshatit Kolanec në Maliq. Hetimet ndaj 3 autorëve vazhdojnë, ndërsa prokuroria po mbledh prova dhe po verifikon dëshmitë për të përcaktuar rolin e secilit në këtë krim. Vendimi i gjykatës për të lejuar arrest shtëpie për 3 të rinj vjen për të respektuar afatet ligjore të paraburgimit, por hetimi i plot për ngjarjen dhe zbardhjen e të gjitha përgjegjësive nuk është përfunduar ende.